Horoskopi ditor e diel 26 prill 2026. Dashi, do t'jetë një ditë e mbare mbushur plot lumturi. Të qenurit novator do t'ju sjell të ardhura financiare. Ka gjasat përballeni me probleme në familje, prandaj kujdes me ato që do të thoni. Shmangni marrjen e vendimeve të nxituara në lidhje me jetën tuaj të dashurisë. Demi, do të kaloni një ditë tepër argëtuese. Çështjet e parave mund të shkaktojnë përçarje sot në familje. Në këtë rast përdorni arsyen për të zgjidhur problemin tuaj. Partneri apo partnerja juaj do të jetë një mbështetës i madh ndaj jush. Binjakët, vetë mjekimi mund të sjellë probleme për ju. Vëllai apo motra juaj do t'ju mbështesin më shumë se mund ta kishit menduar. Sot ëndrat dhe realiteti do të ndërthuren në jetën tuaj të dashurisë. Gaforja, do t'jetë një ditë kur do të mund të reflektoni. Tregtarët dhe biznesmenët që kanë interes në vendet e huaja ka gjasa të mbasin para sot. Planifikojini me kujdes të gjitha lëvizjet tuaja. Luani, besimi në vetvete do të ndihmoj për të hapur dyer që çojnë në realizimin e aspiratave tuaja. Çdo ankesë që mund të keni në lidhje me marrëdhënien tuaj do të zhduket në këtë ditë të gëzueshme. Jeta juaj në çift do të jetë e gjallëruar. Virgjëresha, vullneti mund të shpërblehet sot pasi do të përballeni me një situatë shumë të ndërlikuar. Dikush me plane dhe ide të mëdha do t'ju tërheqë vëmendjen. Megjithatë, verifikoni besueshmërinë dhe vërtetësinë e personit përpara se të bëni ndonjë investim. Miqt do të jenë më mbështetës ndaj ideve tuaja se sa mund të keni pritur. Peshorja, sot mund të përjetoni dhimbje trupi ose ndonjë shqetësim tjetër fizik. Megjithatë, do të jeni në humor të mirë dhe do të falni dashuri. Çështjet e taksave dhe sigurimeve do të kenë nevojë për vëmendjen tuaj. Akrepi, një trup me mendje të fortë janë parashut për përparimin tuaj shpirtëror. Nipri dhe mbesat do të jenë një burim i madh kënaqësie të jashtëzakonshme për gjyshrit të kësaj shenje. Mund të ketë një romancë të re për disa. Do të ndiheni të vlerësuar në punën tuaj. Shigjetari, mos e humbisni kohën duke ndjer keqardhje për veten, por përpiquni të mësoni nga mësimet e jetës. Është një ditë relaksi, shijojeni. Eksploroni mundësinë e krijimit marrëdhënieve të reja, sepse suksesi më i madh është padyshimi juaj nëse e bëni ndryshime thelbësore në kohën e duhur. Bricjapi, ju mund ta keqkuptoni një mikun tuaj. Sigurohuni që t'i keni të gjitha faktet përpara se t'i jepni ndonjë gjykim. Përqendrohuni në nevojat e familjes suaj, pasi kjo duhet të jetë përparësia juaj sot. Jeta juaj e dashurisë do të jetë emocionuese. Gjërat duket se janë në favorin tuaj për sa i përket punës. Ujori, organizojeni ditën tuaj me kujdes. Këshillohuni me njerëzit që ju besoni. Do të jetë një ditë shqetësuese nëse dilni në përfundime dhe bëni zgjedhje impulsive. Peshqit, bëni kujdes të mos lëndoni ndjenjat e të tjerëve nëse po gjykoni zgjedhjet e tyre. Fitimet monetare nga burimet pa planifikuara do t'ju zbukurojnë ditën. Gërshetimet romantike do t'ju lezetojnë mbrëmjen tuaj.